do të bisedoj me profesorin universitar, analistin politik Jeton Kelmendi, që është vetëse drejt për drejt në kuadër të emisionit. Tunë gjatë jeta, profesor? Teleshikues dhe televizionet 21. Kënaqësi që takohemi sot, ndonse virtualisht, po gjithsesi për të trajtuar atë që ndodhi mbrëm. Profesor, brenda një nate deshën dhe e bën 3 procese, konstituimi i kuvendit, mandatimi i zotit Kurti dhe zgjedhja e tij kryeministër, pra bashkë me qeverinë. Çka tregoi kjo natë krahasuar me më shumë se 1 vjet të ngërçit politik në Kosovë? Tashi, se i hynë në kronologjisë të zhvillimeve të ngjarjeve politike, sigurisht se kemi mendime të ndryshme varësisht nga kush i zhvillon ato analiza, por ajo thelbësoria për mendimin tim është duhet t'i urojmë qeverisë suksese dhe t'i urojmë gjithë qytetarët e Kosovës, se më në fund e kemi edhe qeverinë, e kemi kuvendin e institucionet e Kosovës dhe ky është një lajm i mirë, pavarësisht po them sërish se ka vend për diskutime edhe për cilësinë e kabinetit qeveritar, edhe për plot çështje tjera mirë, po e rëndësishme është se thjesht nuk kemi futur në krizë së paku në krizën buxhetore dhe qytetarët e vendit do të kenë pra paga, sepse qeveria sot për një herë u mbledh dhe e votoi në parim projekt buxhetin e saj për vitin 2026. Po megjithatë, nëse proceset mund të kryeshin brenda një nate, sikur se u kryen mbrëm, arsyeton gjithë vitin e humbur 2025-ën. Qytetarët janë lodhur dhe qytetarët pavarësisht kur njeriu lodhet për një kohë të gjatë, pavarësisht kualitetit e arrin ta krijojë një institucion dhe kjo për mua është gjëja e parë dhe është fundamentale, sepse kështu mendoj një shumicë e padiskutueshme e qytetarëve të këtij vendit. Tash nëse lëshohem në analiza se pse kemi humbur një vjet, sigurisht se kanë qenë aventura politike, domethënë të cilat e kanë dëmtuar Kosovën për miliona. Sigurisht e kanë dëmtuar edhe procesin demokratik. Kosova ashtu është një demokraci në formim e sipër, mirë po sido që t'jetë, unë vazhdoj ta kem gëzimin se më në fund kemi një qeveri. E tash pyetja tjetër se çfarë qeverie kemi edhe mënyra se si është zgjedhur, pra zgjedhet kryetari, konsultohet kuvendi, gjitha këto natyrisht se nuk janë parimore, sepse e kemi thënë edhe më herët në politikën tonë, pra njerëz të fuqishëm politikës parimet i kanë të përkohshme, ndërkaq ajo avazi politik ose propaganda politike është mbetet jetë e përhershme. Ministrat janë zhgënjim dorën zemër, sepse pothuajse shumica absolute ministrat që kanë qenë në mandatin më shumë se 4 vjet, sepse në fakt kanë qenë për 5 vjet në digasteret e tyre të qeverisë, vazhdojnë të jenë me disa ndryshime, ndoshta dikush është ndrru prej një digasteri në digaster tjetër, dhe nëse bëjmë një shiqim ose një analizë punës së secilit prej këtyre ministrave, dorën zemër puna e tyre del të jetë fare e dobët. Dhe edhe në një mendim e thash pak më herët se kjo qeveri me punën sado minimale do të mund ta tejkaloj qeverinë e Kurtit 2, sepse thash ajo ishte një nga qeveritë më të dobta që ka njohur Kosova ndonjëherë. Pra me sado pak punë kjo mund ta tejkaloj mos punën e mandatit kaluar. Por a do të jetë kjo konform do të jetë kjo qeveri konform pritjeve të qytetarëve, pastaj mbetet për të parë, sepse këta njerëz me një përvojë tani po them për 5 vjeçare, shpresoj që t'jenë mbushur mend, si thot populli, dhe t'i thrasin mendjes, bëjnë punë më shumë. Mirë po me këto personalitete që i kemi vend dorën zemër, aspekti profesional është goxha le për të dëshiruar shumë. Dhe jemi në një situatë të tillë. Ky është realiteti dhe fundit ne duhet të gëzojmë që e kemi. Dhe vetmi gëzim për Kosovën është sepse Kosova nuk u fut në një katrahur dhe më të keqe. Pra kemi qeveri dhe në funksionimin e demokracisë është më mirë të kesh një qeveri si sa do të keqe se sa të mos kesh qeverisje fare, për shkakun se pastaj nuk implementohen. Domethënë janë disa detyrime kushtetuese, sepse po mos ishin këto detyrime, nuk është që merret vesh si
politikë patme si s'patme, por me që bllokohet buxheti dhe nuk ka paga dhe nuk ka pastaj do të futeshim në një krizë. Dhe tashi a do të vazhdoj kjo qeverisje, numrat i ka pa diskutueshëm, siç ndodhi edhe me 4 vjet, madje 5 vjet me mandatin e kaluar, me të përparë se disponimi pra është goxha pragmatike, Albin Kurti dhe partia e tij dhe nuk tregon funi funit as ministrat, është shkruar, është spekuluar nga media të ndryshme se ndodh kjo ose ndodh ajo, por funi funit do me thënë gjithçka ka qenë jo transparente dhe ne nuk i kemi ditur ministrat, nuk kemi ditur do me thënë as deputetët për ta votuar. Në bazë të asaj që kemi parë nga media kam vërejtur që edhe deputet, madje jo pak të kësaj shumicë ose të kësaj partie, nuk e kanë ditë se kush do të jetë dhe kush nuk do të jetë ministër, madje ka njerëz aty që kanë shpresuar të jenë ministra dhe që nuk janë. Çfarë do të thonë kjo për besimin ndaj qeverisë atëherë nga vetë strukturat nga vetë deputetët që votojnë? Po tash aty deputetët janë numra dhe ata nuk është se ka ndonjë personalitet ose spaku nuk vret as edhe një personalitet në këtë shumicë që do të mund të jetë pak më parimor, thjesht ata janë të mbledhur aty pa karizëm dhe pa personalitete të brendshme dhe thjesht aty kështu thot Supremi dhe gjërat janë nga lart poshtë dhe kërkohet vota, votohet, domethënë nuk e pyet kush njeriu a beson a nuk beson. Problematika është se jemi në një situatë të tillë kur rezultatet e 28 dhjetorit kanë prodhuar këtë rezultat dhe këtë qeverisje. Funit shqiptarët e Kosovës, qytetarët e Kosovës e meritojnë këtë qeverisje, janë plot 51% që kanë votuar për këtë legjislaturë, pra për partinë e parë, sepse minoritetet dihet janë kategori kushtetuese dhe shkojnë sipas ligjit dhe kushtetutës, por qytetarët janë ata që kanë vendosur. Tash është pyetje tjetër nëse nuk mendojnë qytetarët e Kosovës që jetojnë në Kosovë kështu, kjo është pyetje tjetër. Pra një shumicë pa diskutueshme që nuk jeton në Kosovë, pra dëshirat jetën në Kosovë kanë me korrespondencë, vjen një herë ose dy herë në vit dhe vjen dhe voton. Mirë, po ligjërisht ata janë në rregull sepse kanë të drejtë votojnë. Shteti i Kosovës ua ka mundsuar votën dhe partitë opozitare nuk po dinë ta plasojnë ose ta ndryshojnë mendimin atyre që nuk jetojnë në Kosovë dhe kemi atë për deri në 86% të diasporës pra vende të caktuara ose shumica absolute në diasporë janë për këtë parti dhe për këtë qeverisje. Është punë tjetër se kjo qeverisje ka ministrat të cilët janë nëse ajo me zonja Ajdari është tërhequr, nuk është përfshirë pra në këtë mandat qeveritar, nuk është zgjedhur ministra, por ka ministra të tjerë të cilët janë në hetime dhe atë pra për korrupsion dhe keqpërdorim detyre zyrtare. Tash nëse se kërkohet besimi, është problem të kesh një besim të tillë sepse domethënë dihet mirëfilli se ku janë dhe se si janë të gjithë ministrat e kabinetit Kurti, duke përfshirë edhe vetë Kurti, dorën zemër, sepse edhe vetë Kurti ka qenë i ftuar nga gjykata dhe kur është ftuar nga gjykata nuk është ftuar as për pirë kafe, as për të përshëndetur për afera korruptive që varësit e tij me ose pa dijen e tij, me ose pa urdhrat e tij, pra janë të involvuar direkt në keqpërdorime milionshë financiare. Tani në keqpërdorime ka dyshime, të paktën në bazë të hetimeve që bën prokuroria, edhe për deputetët, për votat pra, se si ata u zgjodhen deputet. Tani, çka nëse, se nuk e dim me saktësi nëse prokuroria do të ndërmarrë masa ndaj deputetëve apo jo. Megjithatë, çka nëse akuzohet ndonjë nga deputetët që është pjesë e kësaj legjislature. Atëherë, ku mbetet ligjshmëria e zgjedhjes së kryetarit, konstituimit të kuvendit dhe votimit të qeverisë? A do ta prekte të paktën moralisht kuvendin dhe qeverinë?
Tani, po një pyetje me vend, sa i përket çështjes së prekjes, do më thënë, kemi një problem, po them, goxha të theksuar. Edhe në mandatin e kaluar, është zgjedhur një njeri i cili me deklaratat e tij shumë skandaloze, pra u zgjedh madje edhe kryetari i kuvendit me deklaratë shumë antishqiptare kundër UÇK-s dhe do më thënë si shpërblim kësaj radhe u zgjodh ministër. Unë besoj që nëse dikush kërkon përgjegjësi juridike do të ishte mirë nëse do të kemi gjykata edhe pak më funksionale, sepse me këtë sistem pra gjykata është ka treguar pa zotësi për të sjellë me detyrim pra dhe bëhet fjalë për disa ministra dhe vetë kryeministrin për të sjellë në organeve të drejtësisë për të përgjigjur pra për ato. Disa prej tyre edhe deputet janë të akuzuar, madje jo vetëm tani, po edhe në atë legjislaturën e kaluar e disa ka dhe të dënuar. Zgjedhjet e fundit janë prishur sepse ka qenë prishje e qëllimshme. E para, sistemi për të votuar për 10 kandidat ka qenë i qëllimshëm për të keqpërdorur nga liderët partia këtu, pra nuk duhet të fajsojmë vetëm lëvizjen vetëvendose që është më e shumta, por duhet hapur ta themi se bashkëfajtor janë këtu edhe liderët e PDK-s, LDK-s dhe të Aleancës, sepse e miratuan këtë. E dyta, caktimi i datës së zgjedhjeve. Për mua subjekt hetimi do duhet të ishte edhe presidentja në ikje, Vjosa Osmani, e cila caktoi një datë me moton se duhet të siguroj sa më shumë pjesëmarrje të qytetarëve dhe në fakt ka vepruar të kundërtën. Do më thënë qytetarët shumë, rreth 50.000 qytetarë, pra banorë të përhershëm të Kosovës janë larguar për të vizituar familjet e tyre. Pastaj është caktuar kjo datë në kohën kur thjesht u bë ajo pauza e festës së vitit të ri dhe pastaj numërimet vazhduan për deputet më pastaj. Pra u dha mundësi të ketë keqpërdorime. Për mua është një zinxhir më i thellë këtu që do duhet të hetohej. Nëse nuk do të kryej punë prokuroria t'ia merr ndonjë deputeti i cili ka mujt ta keqpërdor votën qytetare, unë nuk pres dhe nuk besoj as pak në moralin e kësaj legjislature, dorën zemër as të shumicës e as të opozitës, sepse Kosova është katandisur, pra bëhet fjalë për legjislatura shumë të dobta dhe secila legjislaturë del më e dobët se sa tjetra. Kemi njerëz që kanë probleme, po them, fundamentale që nga ndoshta edhe shkrimblëcimi e deri tek njerëz të cilët mund të jenë edhe konsumues të substancave narkotike, sepse kështu kemi pasur edhe në legjislaturën e kaluar dhe kjo legjislaturë është sërish zgjedhur. Pra, nëse ne kërkojmë një përgjegjësi morale, këtë s'do ta gjejmë asnjëherë, sepse unë nuk shoh të ketë ndonjë moral politik në këtë kast politike. Dhe kur them këtë kast politike e përsëris pa përjashtime edhe të shumicës edhe të opozitës. Ne kishim një deklaratë dorën zemër, jo se nuk ishte politike, por ishte një deklaratë shumë e shëmtuar, një nga deputetët ku thotë se e prej dorën time, thotë dhe nuk e votoi listën serbe. Më pastaj ai me buzëqeshje dhe me krenarin më të madhe ngriti dorën për ta votuar kandidatin e listës serbe për zëvendës kryetar të kuvendit. Kjo pra i bie, ky është morali. Ajo që unë pres është thjesht demokracia të zhvillohet më tutje dhe unë pres që Kosovës të rritën ose t'i ofrohen edhe alternativa tjera politike, sepse këto parti politike janë lodhur shumë. Do më thënë, qeverisja e gjatë e atyre partive tradicionale i ka lodhur, i ka raskapitur ato parti. Nga ana tjetër, kemi një subjekt që fiton shumicën me propagandë, me ku di unë se çka, dhe me çka fiton me figurat stërvjetruara të kastës së vjetër politike, siç i quajnë ata. Pra Kosova është lodhur, partitë politike janë lodhur, janë stërkequr shumë, qoftë me kuadra, qoftë edhe me qasit e tyre. Dhe kemi parë dje, domethënë, të dorëzuara tërësisht PDK-n dhe LDK-n, pra ndonë se janë subjekte opozitare me qasin e tyre krejtësisht të nënshtruar ndaj një hegemonie në këtë rast që e ka pra Albin Kurti dhe partia e tij në pushtet. Profesor, thua se janë lodhur LDK-ja e PDK-ja?
Janë lodhë dhe janë raskapit, do thoja, jo vetëm të lodhura, sepse një subjekt tradicional që diti ta mobilizoi gjithë faktorin politik shqiptar në ish Jugosllavi, partia më e madhe që dikur kishte mbi 800.000 njerëz, pra LDK-ja sot është sjell një 13 deputet dhe dorën zemër edhe nga këta deputet, domethënë një pjesë e madhe domethënë janë njerëz të cilët lënë shumë për dëshiruar qoftë nga aspekti profesional, qoftë nga konceptet e tyre ose vizionet e tyre politike, por se edhe PDK-ja është lodhur, sigurisht se është një handicap se nuk i ka lideret e saj të melues të partisë pra Thaçin dhe Veselin, dhe këto dy udhëheqje edhe Krasniqit edhe Bedri Hamzës sigurisht se duken të raskapitura shumë, dhe kjo është për mungesë idesh dhe vizionesh opozitare. Pra thjesht këto nuk po i bëjnë opozitë lëvizjes vetëvendosje, por po i shërbejnë në mënyrë të pavetdijshme ose nënshtruese. Kjo si të marrësh edhe njëna dhe tjetra ka nga pak të vërtet. Kurse partia e funit që është parlamentare, lëvizja Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është një subjekt i vogël dhe sado që mund të jetë vizionare, kapacitetet e saj janë shumë të kufizuara, prandaj edhe nuk është se mund të bëjë ndonjë ose mund të paraqes ndonjë ndikim dorën zemër. A ishte edhe për ju deputeti Besnik Tahiri i AK-s opozitari vetëm, sikurse u komentua gjerësisht mbrëm pas fjalimit të tij në kuvend? Për fat keq, për fatin e keq të Kosovës, sepse pa një opozitë të mirëfill, do të kemi një qeveri të dobët siç po e kemi edhe në atë legislaturë dhe në këtë. Pra për mua i vetmi deputet opozitar ose vetmi opozitë në kuvendin e Kosovës, kuvendin e Republikës ishte Besnik Tahiri. Domethënë, nuk e thash rastisht, deputetët e tjerë ishin tërësisht nënshtruar dhe mënyra se si ata nxjerrin në rrjetet sociale deputet të PDK-s e të LDK-s nxjerrin atë betimin dhe fotografonin dhe nxjerrin se si janë betuar, domethënë tregon sepse ata mjaftohen me një pak deputeti dhe ata janë harxhuar, nuk prodhojnë me ide, nuk kanë koncepte se si bëhet as opozita as se si të vinë nesër në pushtet. Pra, prandaj po them, besoj dhe shpresoj që shumë shpejt Kosovës do t'i ofrohet një alternativë re politike, e cila do të mund ta korrigjojë dhe do të mund ta mbajë në presion hegemoninë, se kjo shumicë nuk është vetëm shumicë, unë e quaj hegemoni politike në Kosovë, sepse pa një opozitë të fuqishme do kemi një qeveri e cila do të jetë e çoroditur. Dhe qeveria e çoroditur është kur sjell ministra të njëjtë me profile shumë të dobta, njerëz të cilët po flas kapacitet të shumë të vogla intelektuale, dhe kjo pastaj natyrisht se e ul edhe pritjen, dhe nuk mund kesh pritje si qytetari i këtij vendit në qoftë se thjesht i ke këta njerëz që për 5 vjet nuk kanë bërë thujse asgjë, ama bashkë asnjërin digaster. Shiko politikën e jashtme, ka qenë më e dobta kur ndonjëherë. Ndoshta edhe të mos e kishin fare politikën e jashtme, nuk ishin më dobë se sa kanë qenë këto 5 vite. Dhe pikërisht ajo zonjë vazhdon të jetë vetëm me një ndrym digasteri, tani atë dobësi ose atë përvojë kaq të dobët që e ka zonja Shfarc ta sjell nga politika e jashtme në drejtësi. Dhe shpresoj këtu një shpresë e vogël është, sepse tek politika e jashtme është Glauko Njufca, shpresoj se ky do të mund të jetë sado pak një shpresë për një politikë më të mirë se sa që kemi pasur deri me tani. Të tjera digastere lanë shumë për të dëshiruar. Shiko ekonominë, shiko Ministrinë e Financave, pra një njeri domethënë dorën zemër, i cili ka probleme elementare të njohjes funksionimit të financave, lërë më të tjerë. Shiko Ministrinë e Shëndetësisë, si e kjetë ka ta ndisur, dhe sërish atë ministër vazhdon ta zgjedhë, ose shiko pastaj Ministrinë e Arsimit, e cila ishte mjaft në gjendje shumë të keqe, dhe tani sjellët Ministri i Kulturës, i cili në rezultatet e tij si Ministri i Kulturës ishin, po them, mos të them dobta, pra ishin rezultatet e mia ishin të padukshme, po them pak më but, dhe ky njeri sjellet domethënë
Ministrinë e Arsimit. Pra, është një farë lloj talli me qytetarët. Mënyra se si zgjedhen ministrat, dorën zemër është talje dhe vetëm talje me qytetarët. Por këtu nuk e fajsoj vetëm këtë shumicë. Këtu e fajsoj komplet kastën politike e cila është në të gjitha partitë, pra janë në kuvendin e Kosovës. Sepse duke u sjellur kaq pa ide dhe kaq jo vizionarisht, opozita po e mban ose po e mirëmban partinë pushtet dhe natyrisht tani më një pjesë në mënyrë krejtësisht jo ligjore blihen, një pjesë janë të zhgënjur dhe ajo më e madhe është pjesa e diasporës e cila nuk i jeton këto, nuk i ka problem as inflacionin, nuk i ka problem as ngritjen e çmimeve që bëhet për ditë, nuk e ka problem mungesën e rrymës elektrike si që kemi ne këtu, dhe kësaj me këtë opozit, pra rrezikojmë që të kemi edhe një 4 vite thjesht një qeverisje të keqe. Në qoftë se opozita do t'i nënshtrohet edhe për zgjedhjen e kreut ose kryetares së shtetit edhe për një mandat, sigurisht se Kosova do të ketë regres për të cilin duhen dekada për të rikuperuar. Atëherë, kur fole për një alternativë të re opozitare, një subjekt ose forcë të re politike në vend, profesor, mbetet është në nivelin e dëshirës, është në nivelin e shpresës nga ana juaj apo është paralajmërim konkret? Jo, unë në informata që kam, do më thënë, ka personalitete intelektual të cilët janë duke punuar për të nxjerrë një subjektëri politik, nuk e di se çfarë do të jetë sepse mbetet për të parë, por unë shpresoj që do të mund ta bëjnë një ndryshim dhe po ashtu ka figura të fushave të ndryshme, pra njerëz të botës akademike, njerëz të cilët me biografi të pastër, të cilët do të dalin shumë shpejt, domethënë këto një informata që kam, pra do dalin me një platformë të re politike, por edhe ajo pra në një realitet politik shumë të kontaminuar në të cilin jemi sot, nuk është se është e lehtë, por gjithsesi është shpresa e fundit për Kosovën dhe qytetarët e saj që ky vend duhet të sjellë ndryshime dhe ndryshimi duhet të sjellet në aspektin kualitativ. Në qoftë se nuk e bëjnë këtë intelektualet që për fat të keq janë pothuajse një shumicë absolute të heshtur, kjo më shqetëson dhe pastaj jam shumë skeptik edhe për fatin e të ardhmes së shtetit tonë. Po, kjo forcë politike do të dilte në zgjedhjet e prillit kushtimisht, nëse nuk arrihet marrëveshje me subjekteve politike për çështjen e presidentit? Po tash kjo është çështje tjetër sepse është grup që akoma nuk ka dalë zyrtarisht për ta shpallur platformën e tyre ose subjektin e tyre politik, mirë po në qoftë se do të ketë zgjedhje, që do të ishte ideali ose më e mira që në krye të shtetit të vijë një personalitet nga bota akademike, i cili nuk i përket kësaj shumice dhe thjesht ka një moral politik dhe një figurë e pastër, dorën zemër, edhe në fushën kombëtare, po edhe politike, e cila nuk do t'i shërbente partisë pushtet, e cila i ka shërbyer, siç i ka shërbyer pra Vjosa Osmani për 5 vjet ka qenë ministër pa portofol e qeverisë Kurti, pra dhe ka qenë pothuajse tërë kohën në shërbim të shumicës. Kjo madje kemi pasur edhe shkelje kushtetuese, është tjetër se opozita e friksuar dhe i ka tandisur nga panika e frikës, nuk e ka çuar në gjykatën kushtetuese, Vjosa Osmani ka shkel së paku 2 herë, e unë mendoj që 3 herë ka shkel kushtetutën dhe e fundit ka qenë shkelja që mandatimi që i ka bërë Glau Konjufcës pa ditur se i ka numrat. Kjo ka qenë shkelja e radhës, pra që e bëri me caktimin e zgjedhjeve, e cila ishte natyrisht skenari i lëvizjes së vendosje dhe ishte implementim nga zyra e presidentes së shtetit. Prandaj e mirës do të ishte që Kosova të kishte një personalitet dinjitos që vjen nga bota akademike dhe nuk është, si të thuash, nuk është prodhim i politikave të kësaj shumice, sepse pastaj do të kemi vërtet një degradim dhe do të ndodhemi edhe ne, qoftë se në Kosovë dorëzohet lëvizja, do të çdohet partitë opozitare dhe
i zgjedhin ose Vjosa Osman nëse dikë tjetër, sigurisht se Kosova do të katandiset ashtu siç është katandisur Serbia, ashtu siç është katandisur Shqipëria me një 16 vjet në pushtet një parti dhe pastaj ministrat janë se begara se kush është më në shërbim të liderit dhe të partisë, e jo, nuk bëhet me fjalë. Pra, do ta përjetojmë një rrezik që e ka Serbia dhe Shqipëria. Dhash Zoti që kjo të mos ndodhë, dhe për të mos ndodhur këtë është në dorën e opozitës. Pra, kjo në qoftë se opozita është vendosur që të mos zgjedh persona të cilët janë militant politik të lëvizjes vetëvendosje, edhe mund të kemi, edhe mund të prodhoj edhe zgjedhje të reja, të cilat pastaj varet se kur zgjedhen, qoftë se kjo zgjedhje ushtrusja e detyrës do të mund të zgjidhet, pra kryetaria e kuvendit do ta caktojë një datë të tillë, e cila do të përkojë me festat e pashkëve, ndruajse rezultati edhe mund të jetë i njëjtë, qoftë se do të mbahet në pjesën e dytë të prillit, kur diaspora pra vije më pak në përqindje, atëherë dhe mund të kemi edhe një ndryshim në favor të opozitës, por dorën zemër me një fuqi të padiskutueshme dominuese të lëvizjes vetëvendosje, por po them kjo është e dëmshme për demokracinë, sepse shumë shkurt, pse përmendet kaq shumë diaspora, pse duhet të caktohen zgjedhje kurdo, sido në një datë kur diaspora ka më të vështirë për të ardhur në Kosovë. Ata janë qytetarë këtij vendi, janë votues në këtë vend. Pse nuk do të ishte më mirë nëse dikush mendon se nuk duhet të votohet lëvizja vetëvendosje, të sharohet votuesve në diasporë dhe ata të votojnë. Në fundi janë qytetarë të këtij vendi pavarësisht që jetojnë jashtë. Pse duhet të caktohet një datë që vështirëson votën e tyre? Unë mendoj se kjo është për dy çështje. E para sepse nuk duhet të votojnë kaq masëvisht, mendoj se mbi 300.000 vota, do me thëmë, kanë ardhur nga diaspora, kanë ardhur fizikisht, po ashtu edhe atje. Dhe kjo pastaj po përcakton fatin e tallmes së këtij vendit. Njerëzit tonë realisht janë qytetarë dhe u takojnë ligjërisht, po pjesëmarrja në kaq shumë e diasporës po i ndryshon kahjet politike dhe rrethonat e tallmes së këtij vendit. Dhe kjo po e damton katërcipërisht. Ja, vetë një shembull. Bëhet lutje të mëngjesit. Lëvizja vetëvendosje, presidentja fitojnë 51% marrin vota dhe këta nuk ftohen lutjen e mëngjesit, ftohen përfaqësues nga opozita, nga zyrtarë të ndryshëm të institucioneve të shtetit, drejtësisë kështu me radhë, por nuk ftohet ky 51%. Pra, dhe nëse se ne jemi aleat të Shtetet Bashkuara të Amerikës, aleat strategjik të përhershëm, sepse dorën zemër pandimin e Amerikës nuk do ta kishim as shkrimin e as shtetin që e kemi sot. Dhe vetëdia është kaq e ulët në dorën zemër, do ta themi, tek bashkëkombasit tanë diaspor, ata pastaj po krijojnë një hendek në mes institucioneve qeverisë, dhe institucioneve dala nga zgjedhjet dhe aleatëve perëndimor me theks veçanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kjo i kushton Kosovës. Kemi parë të gjitha ato radhitjet në demokraci, në luftimin e korrupsionit. Kosova ka shënuar regres. Dhe ka shënuar regres, do me thonë, në të gjitha, që nuk e bën Kosovën. Pra është keq në gjithë rajonin. Dhe këtu duhet të jemi të kujdesshëm. Thjesht prioritet duhet t'u jepet qytetarëve që votojnë këtu, pa u humbur të drejtën edhe atyre, por kjo pjesëmarrje kaq masive, sepse ata blihen. Dorën zemër pjesë e madhe e diasporës u janë blerë edhe biletat. Madje është edhe moto, e them publikisht dhe e them me përgjegjësi. Konat dhe festo, voto, thot dhe ktheu. Dhe kështu janë bler biletat. Pra, kjo është krejtësisht e pandershme. Dhe në këtë konstelacion që ndodhemi tani, do me thënë, drejtësia nuk është duke e bërë detyrën e vet, sepse dorën zemër kemi shumë probleme me drejtësi. Drejtësia është e treguar e pafuqishme kundrejt këtyre, dhe për këto kur i themi ne, sigurisht edhe drejtësia i din, se nuk e bë këtë punë. Ne kemi institucione të drejtësisë, kemi gjykata, kemi agjencitë inteligjencës, kemi të gjitha, dhe këto i bën vetëm aty këtu çak kur i bën media. Pra, nuk kemi diçka konkrete. Prandaj po them është më e mirë. Dhe fundit, në qoftë se ne duam të kthehemi në një totalitarizëm dhe nuk kthehemi ta zhvillojmë ky sistem të demokracisë shumicës, pra demokracisë parlamentare me cilën funksionon demokracia në Kosovë, do e mos bashkëpunimin ndërpartijak. Përndryshe nëse do të kemi një supremaci ose një hegemoni që vazhdojmë ta kemi nga një njeri
dhe një subjekt politik, Kosova pastaj, po ju them, do të katandiset sikur Serbia dhe Shqipëria me lider të përhershëm, sa t'jen gjallë. E shef në Serbi, do me thënë se nuk ka ndryshim, e shef në Shqipëri atje, shif pak kënaqësi, shif të gjitha këto, sepse pastaj do të kemi edhe më tutje, edhe kapje, edhe të më tutjeshme të drejtësisë dhe pothuajse të gjitha institucioneve. Dhe dhosh Zotit mos na ndodh kjo, sepse do humbin të gjithë, do humbi të Kosova. Shkurt, profesor, për çështjen e presidentit, duke analizuar klimën që pati mbrëm kuvendi i Kosovës, çfarë pe? A do ta votoj opozita kandidatin këto që nxjerr vetëvendosja, a zgjidhim kollaj çështjen e presidentit, po kaq sa shpejt u bën edhe 3 procese të kryet edhe çështja e presidentit? Nuk e di, këtë pjesa është problem parashikohet sepse opozita është katandisur brenda, është shumë e përqafë dhe natyrisht se është problem për tu parashikuar. Opozita dje, PDK dhe LDK votuan kundër, edhe zgjedhjes së kryetarës edhe të qeverisë, ndërkaq Aleanca abstenoi zgjedhjen e kryetarit dhe në kryetar dhe ndërkaq për qeverinë ka votuar kundër, mos gaboj. Pra nuk e di se a do të mund ta votojnë. Thjesht Kurti i shantazhon sepse nëse do shkojnë sërish në zgjedhje, LDK-ja dhe Aleanca janë në rrezik, pra Aleanca për ta kaluar pragun dhe i shantazhon. Ai nuk e ka problem se ta çon shtetin poshtë duke i shantazhuar për përfitime politike, nga ana tjetër LDK-ja kemi pasur një aventurë të kryetarit saj i cili jep dorëheqje, pastaj ofron dorëheqjen dhe kemi një qarje të brendshme e cila e ka vështirë për të ruajtur edhe 13%, pra ka rrezik të bie edhe nën. PDK-ja është pak më stabile, kësaj edhe mund të nënshtrohet dhe mund ta bëjë një gabim që do t'i kushtoj shumë Kosovës, por nuk e di se çfarë të ndodh. Le të themi shpresës që kësaj radhe Kurti do ta demonstrojë një moral politik dhe do të zgjedh një personalitet akademik i cili është i pranueshëm edhe për opozitën edhe për shumicën, por në tekst veçantë është i shërbim të qytetarëve dhe nuk është militant politik i cili e ka me çdo kusht për mbrojtjen e subjektit parë politik, por e ka vendin atë dhe unë e ka si prioritet. Profesor Kelmendi, faleminderit shumë për kohën që na kushtove dhe natyrisht edhe për paraqitjen e mendimeve tuaja në lidhje me këtë çështje. Kënaqësi, përshëndetje edhe një herë. Faleminderit shumë.